Në kuadër të ditës ndërkombëtare të fëmijëve, Drejtoria e Shërbimit Social organizoi një aktivitet festiv pranë qendrës multifunksionale në bashkëpunim me edukatorë dhe pjesëmarrjen e fëmijëve të kopshtit Liri Çomo. Nëpërmjet bashkëpunimit me trupin e aktorëve të teatrit Kukullave Piroxhaci, u interpretua një shfaqje ideuar posaçërisht për këtë ditë. Përmes personazheve të kukullave dhe një performance të gjallë, aktorët përcollën mesazhe të rëndësishme mbi të drejtat e fëmijëve në një gjuhë dhe mënyrë që të vegjëlit ta kuptonin dhe ta përvetësonin atë. Fëmijët shijuan atmosferën festive, duke marrë pjesë në entuziazmin e aktivitetit të përgatitur. Gjatë këtij eventi të vegjëlit shprehen qartë se çdo fëmijë ka të drejta themelore të ketë një emër, një familje, të rritet i sigurt, të luajë dhe të mësojë çdo ditë. Sipas organizatorëve, edukimi mbi drejtat e fëmijëve duhet të nisë që në moshën e hershme, me synimin që fëmijët të ndihen anëtar të barabartë dhe aktiv të shoqërisë. Ky aktivitet u vlerësua si hap i rëndësishëm për rritjen e ndërgjegjësimit dhe promovimit të një mjedisi të sigurt e dashamirës për fëmijët.